A mund të bëjë Interi pa Hakan Çalhanoğlu? Kjo është pyetja më e rëndësishme që shtrohet sot në Milano. Nëse po, cili mund të jetë pasuesi i tij? Duhet të shohin brenda shtëpisë për të gjetur një zgjidhje apo duhet të shohin në treg për opsione të reja? Të gjitha këto pyetje të dërgojnë fillimisht te Kristian Aslani. A mundet mesfushori i Kuqezi të marrë vendin e Çalhanoglut? Kjo pikpyetje pritet të marrë një konfirmim të fortë mesditës së sotme dhe të enjtes në ndeshjen kundër River Plate. Sipas mediave italiane, ky pritet të jetë një test i fortë për Aslanin, pasi trajneri Kivu pritet të besojë sërish një fanell titullari. Sipas të gjitha gjasave, Interi po punon, po bën planet pa Çalhanoglu në skuadër, herët apo vonë, dhe turku do të largohet pasi dukshëm dashuria mes palëve ka përfunduar pas një sezoni shumë zhgënjyes. Jo vetëm Aslani, Inter investoi këtë verë duke ofruar në skuadër dhe Suçić, dy lojtarë që mund të plotësojnë boshllëkun e lënë nga lojtari turk. Kujtojmë që deri tani në dy ndeshjet e zhvilluara në botërorin e klubeve, Aslani ka nisur titullar me Zikaltrit. Ai është bërë protagonist në ndeshjen e parë, teksa nisi një aksion me skem nga ku Interi shënoi gol. Kohët e fundit në skenë për mesfushorin kanë dalë ekipe si Fiorentina apo dhe jashtë Italisë. Megjithatë, gjithçka do të vendoset pas botërorit të klubeve.